rrugën e keni pa vetë, nuk ka asë një lapatë zhavor, asë një metër beton, pa le, ama po të flasim për asfalt. Po këtë betonin këtu, e keni vërë vetë? Këtë betonin këtu është vendosur para 10 vitesh, nga ish kryetari i bashkisë, zoti Basir Çupa. A i bëri betonin? Betonin, po. E sa i gjatë është ky beton, se ky ka mbaruar? Maksimumi, Ka mbet vetëm qurmët. maksimumi 150 metra beton. Po rruga sa i gjatë është deri ke lumi? Rruga deri tek lumi, nga këtu deri tek lumi është 1,2 kilometra. Ne na u desh më shumë se gjysore për ta bërë. Pastaj janë edhe 3 lagja ndejma tanë, Po? është rreth 3 kilometra, investimi në rrugë është 0. Pra, po thua që unë me 3 kilometra kopsitet fshati? Kapen Jo. lagjet? 3 kilometra janë 3 lagja ne, Po? këtu është qendra e fshatit, Po, 1,2 1,2 kilometra, Po? pastaj lagja më tanë, edhe ajo është rreth 2 kilometra. Aha, nëse në ajo lagja matan është si fshat në vetë ajo aty se Po, është. është lagja e fshatit ketë. Pra edhe ndedhe, Edhe ti ndedhe. shtrihet fshati ketë. Po, fshati ketë, po. E kuptoj. Po. Ju, çfarë mbani mend në këto 35 vite demokraci? Ku është dora e shtetit në fshatin tuaj? Në këto 35 vite demokraci, ne këtu 34, 34, 35, vetëm kontributin e Qemal Mingjollit, për hapin e një traseje, rruga që na lidh, ish deputeti, po që na Po, lidhte me ish Tiranën, deputeti, po. po. Pastaj kontribut madhor zoti Bedri Hoxha, zgjerimin e rrugës nga lagja Dishe deri në qendër të Katunit, Aha, urën në Lum, aha. shkollën që po e shikoni këtu. Shkollën, po? Po, këto janë, Këto keni? këto kemi. Këto mbani mend nga shteti? Këto më nga shteti. Po sikur nga çdo vit kishin bërë nga pak metra rrugë do i ishte shtruar paktën deri në qendër. Po, çdo fushat, paktën çdo 2 vjet që vinë për fushat, se ne vetëm atëherë i takojmë këto drejtues lokal dhe qendror, edhe nga 5 metra po t'i kishin bërë, do ishin mbaruar rrugët dhe kanali. Ne vetëm premtime. Nga momenti që mbaron zgjedhjet, ne nuk shohim njeri. A nuk ka më, nuk vjen më kush. Jo. Ne nuk shohim më. Po mirë, më kur na vjen- premtojnë dhe nuk bëjnë asgjë. Ore kur vin herën e ardhshme, pse si kapni për xhaketë i thosh, "Orë zotri, po." Erdhën premtove po. Hajde, ku i ke syt? Nuk e shikon rrugën se çfarë gjendje është? Kaq trush ti kapni edhe ta kuptojmë. Po, disa herë në lidhje me të kapme për xhaketën nuk është e pëlqyeshme. Ndrohen. Po, ato ndrohen edhe sikur mos të ndrohen. Kur mërzitet, i plas xhani si thona ne nga jugu. Ose ato një ditë në 4 vjet janë. Edhe sikur të vinë në kam, nuk e kam problem. Po ne si jemi për ditë tu. Vështirësia është e jona. Ne e vujmë. Ato janë në rregull, vinë një ditë në 4 vjet dhe ikin, largohen. Dhe na nuk i shohim më. Po kur keni një urgjencë shëndetësore, si Kur kemi një urgjencë shëndetësore, me makinat tona personale, i morëm nga shtëpia, i çojmë në spital. E kuptoj. Po. Qendër shëndetësore keni? E kemi qendrën shëndetësore, ja ku është, mund Kjo ta. këtu? Po, Ambulancë. ambulancë, po. Edhe zonjën e takuam. Po, çfarë do bëj zoja me atë ambulancë ose me atë kushte që është ajo? Unë ja thash zonjës, Çfarë do bëjnë ajo? pa fuçe. Ti e heroini thash që vjen këtu me këtë rrugë thash. Se me këtë rrugë Aty nuk ka asnjë lloj kushti. Aty nëse një smundë shkoj, do e bëjnë gjithmonë në karrike, nëse ka, nuk e di. mua zonja më tha, shkoj shtëpi tha se Shtëpi në Është shtëpi. fshati është e vërtet, shpërndan. po, i shpërndan. Po. me miqe e keni, se ka fshatra që s'kan fare. Më besoni, ka fshatra që s'kan që vdes për një gjilpër kur të ha gjarpri. Po tamam. Ka ndodhur tund, ka ndodhur që të ha gjarpri? Boll, Po si apo ne kur të ha gjarpri? makinës në Klos, në Burrel. Po hece me shpejtësi me atë rrugë, me atë rrugë. Si të mundmi, kur të arrijmë. Po shpetove, nëse nuk shpeton, nuk ka rëndësi. E të mërshme. Sa shtëpi bëhem fshat? Fshati është rreth 55 familje. Ka jetojnë, domethënë katër rinj, Pjesat e rinj janë larguar. janë larguar, a? Po, çfarë do të bëjnë të rinjtë këtu? Çfarë do të bëjnë? Rrugë, jo. Punë, jo. Investim, jo. Çfarë do të Kur bëjnë? keni fshat bukur, mund të kishte bujtina.
Po fshati është i bukur. Sepse kryeministri thot bëni bujtina thot, Po, ktheni shtëpitë e vjetra bujtina. po, ato i bën rruga, infrastruktura. Ku më një bëjmë? Pra pa rrugësh të Pa kohë rrugë, gjithë me çfarë do i diskutimin. bëjmë? Të mëshme. Shkolla vazhdon? Ka nxënës? Shkolla ka rreth 20 nxënës. 20 nxënës, gjithë kjo shkollë e bukur. Po. Dikur në këtë shkollë ishin 150 nxënës. Tani 20 nxënës. Pra po e mbani me thonjë shkollën. Hapur. Kuptohet, po. Se po iku shkolla, pastaj i bie që kur e keni shkollën më të afërt ju? Kë keni shkollën më të afërt? Filloret i kemi në përlagje. Në Përlagje. Po. Okej. Kurse kjo është 9 vjeçarja. 9 vjeçare. Fëmijët tanë që jemi anë në përlagje, ne ma tanë dun një orë gjysë që të vinë këto. Në kam. S'pagun kush transport, ë? Jo, transportin fugon nuk se e kupton, e bën rrugat e punë, nuk ka. Ju japin më duken nga një kombesim. Mu jo nuk e di se sa është Po dera. 5 hiçe sa jo nuk është se përkthehet në bilet Jo, po nuk kthehet, furgoni. Jo. Fëmijët ecin kam, në borë, në shi, në vap. Rrugë kështu, po pa konsorësh. Rrugë e pakalueshme. Edhe andej keq ishte, shumë keq janë rrugat tjera. Tepër vështirë, tepër keq. Edhe ne nuk shkum deri lart, ë? Se na thanë që lart është. Jo, po nuk ike deri lart, nuk futesh lart. Nuk futesh më me Jo. makinë. Deri aty Nuk ku e shkova unë që ndahen rrugët. Po, nuk futesh lart. Faleminderit që keni ardhur ju, në boll kemi fol, boll kemi kërku. Siç e shikoni edhe vet, e folnja ka ikur kot. Ka ikur kot. Ka ikur kot. Ka mbaru fjalët. Kanë marrë fjalët.